Zgjidhja është që të zgjedhet kryetari apo kryetaria e Kuvendit të Republikës së Kosovës, e cila po them sot, tani është në përgjithësinë e koalicionit fitues që të gjejë zgjidhje, të bëjë përpjekje që në politikë ju e dini që ka zgjidhje shumëta, mirë po duhet vullnet. Dhe kur nuk ke vullnet, kur me konfurtësi e shtyje një deputete dhe e din që ajo nuk do të marrë votat, se nuk do t'i marrë, qëndrimet e Partisë Demokratike janë që ajo nuk do të votohet, po me sa duket edhe të partnerëve tjerë që i kemi aty, edhe të Lidhjes Demokratike, edhe të Aleancës, dhe mendoj që duhet të reflektoj ai që ka propozuar dhe të gjejë një rrugë tjetër të ecim përpara. Pra, gjithçka po ja lëni atij që ka fituar zgjedhjet. Aty është topi. Aty është e tërë fokusi dhe duhet që të krijojmë mekanizma në mënyrë që të ecim tutje. Por çka të bëjnë qytetarët, pra, zotë, nëse dikush nuk don të bëjë diçka, çfarë të bëjnë qytetarët, pra, se kanë votuar edhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Ka një produkt në Kuvendin e Kosovës i tillë që është, që me të vërtetën situatë jo e lehtë për shkak të numrave që janë në Kuvendin e Kosovës, por që kemi një koalicion fitues i cili i ka prish deri më sot të gjitha urat e bashkëpunimit dhe komunikimit me partitë tjera shqiptare. Para mendoni se sa i afërt është kryeministi Kurti apo deputeti Kurti me disa përfaqësues të komiteteve jo shumicë, ndërsa nuk ka asnjë komunikim me shqiptarët që janë përfaqësuar në Parlamentin e Kosovës, dhe kjo nuk është thorë rastësisht, nuk është thorë brenda ditës, po është akumuluar me vitet e tëra ku ai për çdo vendim, për çdo veprim që ka bërë gjithmonë në qoftë në përmjet media, në konferencë për media, apo në Parlamentin e Kosovës, gjuha e tij ka qenë polarizuese, gjuha e tij ka qenë gjuhë e urrëties, në fakt nuk kem pas një veprim i cili na bashkon neve si shqiptarë. Kemi ngjecur pra zoti Çalaj, po bëj për shtresi pyetje në çështje natësh, pra. Çështja e natës është partive, çështje parimësh, nuk është çështje natës, është çështje parimësh. Por si çështje që ta shtjert pyetjen. Në të kaluarën, pra zoti Çalaj, ju i përkisni Partisë Demokratike të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ka pas një farë hasmërie me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ka pas akuza kundër akuza edhe më të rënda se këto që janë sot, mirë po, kur ka qenë interesi i shtetit e kanë gjetë një farë dije dhe kanë kaluar tutje, pra, kanë bërë koalicion. Po pikërisht është interesi i shtetit që zonja Xhiu mos jetë kryetare e Kuvendit. Për shkak se ne konsiderojmë që nuk është një kandidate e cila duhet të jetë kryetare e Kuvendit. Dhe derisa ajo nuk do të jetë kryetare e Kuvendit, situata nuk do të jetë zhbllokuar, në vend po ndodhin shumë zhvillime. Është vërtet. A ka dikush zoti Çalaj pra që jep llogari më pas për çdo zhvillime? Apo do të besim kësaj qeverisë që s'dënira është detyra do të japin të gjitha partitë politike, unë për çdo ditë, meqense jemi deputet dhe kemi obligim të kontaktojmë me votuesit tanë, me qytetarët e Kosovës, për çdo ditë edhe sot i kanë pas 3 takime të vogla me votues Partisë Demokratike, dhe atë që jemi duke bërë është qëndrim, është kërkesë e votuesve tanë që mos votohet zonja Xhiu. Është kërkesë që mos votohet, është kërkesë eksplicite mos votohet. Nuk është vetëm vendim politik i partisë, po është kërkesë e atyre që na kanë votuar dhe na kanë dërguar në Parlamentin e Kosovës. Dhe për të kësaj, po do të pyes a jeni të gatshëm, zoti Çalaj, për një marrëveshje politike, nuk po flas vetëm me lëvizjen vetëvendosje, por edhe me partitë e tjera, pra, sepse aq sa duket larg kjo bllokada që ka bërë lëvizja vetëvendosje me Albulina Haxhiun, të cilën e ka pozicionuar atë dhe ju e konsideroni si mungesë numrash për të marrë pushtetin më pas, po aq duket larg edhe partitë e tjera të cilët në një farë forme lënë shihen se po i frigohen pushtetit, po i frigohen përgjegjësive. Absolutisht më vjen të keq të them, po nuk qëndron. Ju keni drejt në opinionin tuaj, po unë mund të them që është një atmosferë mjaft e mirë në mes të partive politike të tjera. Po flas përmes të Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike dhe Aleancës me koalicionin që ka. Dhe normalisht jemi duke pritur momentin kur ta kemi përgjegjësinë që të veprojmë. Dhe deri atëherë unë e di që kemi kontakte shumë, jo publike në mes menaxhmentit leadershipeve të partive, dhe mendoj që edhe me programe jemi shumë afërt, për shkak se ju e dini që gjatë kësaj fushate kemi pas disa programe, sidomos Partia Demokratike ka pas një program shkëlqyer që është fokusuar në zhvillimin ekonomik në plan të parë, e kur